deputetin me të zëshëm të opozitës, zërin më burnor, Melihat Tërmkolli. Meli, a mujte? Bas Jakob. Meli, qka së bërë shahat, Meli? Ja, bas së rrijet. Së rrijet, a? Atëherë pa unë përkoftoj ministrën me atraktive në qeverin tonë, zonja zotri para jush, Vlora Qitoku Lola. Hajde Lola. Qaki Lola? You make me. You make me. Tonight. Single une, single ti, single asnione! Bravo! Une... Qeveri, bum, se e mahi. Lola, qaki. Jom dashuru din rojt. Bravo! Dashuria putalotke, me integrime, me vizibilitet, tona të fakultete, mi kalot. Ka ka dashuru din konventën e gjashtë. Shka vjen pe Bruxellit mirë se artë. Une veqe Sa di... që kom zemra i mirë, apu lakmon. S'na tregove me kun u dashurove me kun... Me mua shkollash. Une Okej, veqe okej, di si të një qoftë san, mirë. e di një san që smunimi në ka veçanat. Është edhe si këta dy. A di të që është mirë për që është. Atëherë pa unë përko vazhdoj me 3 pyetje tona që ke pratit për sonte. Okej. Lola, si e? Mirë? Qaki Qaki Lola? Shumë mirë jam. Atëherë, indëruar kryeministër, indëruar kryeparlamentar, Meli, Urna. si në klop të që ka më mrenë. Ja, po, ku që ty kesh mas fenina? Alfabeti gjuhës shqipe i ka. 8 shkronja, 36, 12 apo 7. Unë me ndoj 8 shkronja. E qysh, Lora, me çfarë logjike? Se A, L, F, A, B, E, T, I. Alfabeti. Qa? Shëplakat, ku janë shëplakat? A pse e dita? Zotë kryeministër, qysh ka lutë në konventën e 6 të PDK-s? A, bani përgjigjem të Po, më falë se të meta bësh. Po, Të meta nëse bësh. ju s'neve, apo më rejfu stalin një shapë të më. Përndirit, unë mendoj që alfabeti i gjuhës Shqipe aty që shpo folin këta 3 tash edhe që ka njës me të gjuhë lapa, 300 shkronja dalin. Kryeministër, si ka lutë në konventën e 6? Pasha familjen, jem knoq! Qashtë. E kena thy! Kanë! E kena thy, një karike! Po të nëcoj qartë, se mas ku vendit jena knoq të hongër, smoka, shtapiqa, jem këput, atmosfera ka qenë në kulm. Bile, që është një vaj shkon të gjak kull me të dinal. Tros. Bac Jakob, a bullesh me shtu? Vallo. Po, zëti. Bac Jakob, ule Bac Jakob me shtu? Po, e di që të kumlull. Ja, s'kali, ja, A për të vronë kuleta. Që ullim kështë që në skunter. Bac Jakob, të luta po bullesh. Seriozisht. Mora Bac Jakob. Ja me vlash. Lola, Bac Jakob më këpute, Bac Jakob! Kam ushtruar, po ushtrej fitness i kom ushtruar triceps edhe biceps. Jo, mëre. Inderuar, Ulloni. më sa duket ishte pyetja për alfabetin. Po. Po mundona që të përgjigjem në mënyrë adekuate. Po, a pe potencion jeshtu? Unë këtu dua të potencoj qartë! Posha, bravo. Se para se Po. të hija në qeveri kanë qenë dikur me pak se 36 shkronja. Ashtu. Në ato momente që hypa, hina, Qashtu. e kopa dhe uroka në qeverinë e Republikës Qashtu. e Kosovës janë berë dikur 36 shkronja. Po. Por, e ritheksoj, se së shpeti do të na njojnë edhe 4 shkronja që të behen 20 shkronja. Andaj, në ato momente që të behen 20 shkronja, do të antarësohemi, të integrohemi ne abetare, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Bruxelles, në Bashkimin Evropian dhe në Facebook me shumë lojka. Faleminderit shumë kryeministër. Urime. Bac Jakob, Ha, për alfabetin?
Realisht, funit nuk kam e rëndësi sa shkronja janë. Po. Ato shkrona shkanë duhet t'i respektojmë. Po. Duhet t'i shqiptojmë. Po. Duhet t'i ruajmë si sytë e bandit. Qashtu. Duhet t'i shqiptojmë mënyrën qyshe më të mirë. Qashtu. Ju e dini që shkronja në Po. është shkronjë shumë e mirë. Sa vërtet. Ki edhe shkrimit edhe shtypit. Dyja janë. Ki edhe në të vogël shkrimit edhe në të madh Qashtu. shtypit. Ki edhe në të vogël shkrimit. Ki edhe në Madhe shkrimit. Po. Po problemi është shumë e mirë është ta shkruajmë pak e po që është për shohen me nona. Po. Nuk duhet ta nënçmojmë nën me nona. Ani shohim me naj bajanaka, naj teza, naj diçka tjetër. Faleminderit shumë, atë shkojmë në pyetjen e dytë. Cilt lumej nuk janë të lagun, Lola? Unë Vetëm ta bëj pyetjen, mos mendo kur gjë, prit. Pusat e surkishit, reka i mirit, pusi kebve, apo pusi Isa Mustafës? Unë mendoj, jo veçona, mendon edhe shefi. Normal. Ka herë. Po është pusi i keve. I kebve. Po, ndërume? Vallaj s'di une, kum mendu që këtë pusat janë të lakt, a din, Po. amo që Isa Mustafës o qullë. Ma mërmenja. Kryeministër? Është pak sa pyetje e koklavitne. Peti Por- pyetjes, më selen. Por, çute grot. Peti por- pyetjes. Mundona që pak në mënyrë logjike ti përgjigj na pyetjes së juaj advokate. A mojnë këto momente ta shfrytëzoj popullin? Ju vazhdimisht e shifzoni popullin, normal, Jo, fal popullit, unë jam këtu. Jo, vallaj, fal meje se ty me shava sonte këtu, ha? Okej. Po të kalzaj drejt. Edhe ti je pjesë e popullit, Sa vërtet. sepse çdo herë që ma në zgjedhje ti ma ke qit kokrën. Shpesh e ka dy. Ç'është e lip nevoja. Por, Por? Jo me ta pak në bosh në pyetje. Zakonisht Pyetja ju ime. ik pyetjev, ju ik. Me kerr. Pyetja ime përfundimtare për përgjigjen e juaj është se të gjithë lumej që nuk janë të lagur ekzistojnë vetëm në hartë. Ha, ka gjohë. Atu nuk ka lumej të lagur dhe kjo është përgjigja ime. Bravo. e jo shef, Kur në, qa Lola? me non bre me shefin, jo më të fol vazhdoni, A, po. qa me non bre temës, sa i tipi është të më dashve që kam pasaportën diplomatike, në fund ja boj letrat edhe blen, qa me non, jo, Oj, a. qur, Vallaj, me unë me nëjë që trupeshkët. visë për që ata të dënë. E melk lut na mos e provoko bisedën, shele gohe, Qërë që apë tam lullë, vic jem në televizion se të shkysë zhabën, e mërë vesh. Kanë më rëndirë qky? Lutem qesoni pak Velia, gjatë, atë Velia. shkoj me pyetjen. Kryeministër. Urdhë. E pa më na që kuvendin e 6 Ka shkuar. Fjala e jote përfundimtare. Ka shkuar çdo gjë në rregull, konform standardeve europiane, euro-atlantike, por kanë munguar shumë vizionar të Partisë Demokratike të Kosovës. Ishte rasti me zotin Fatmir Limaj, i cili padrejtësisht po mbahet në arresht dhe shpresojmë se së shpejti do të kthehet, do të jetë në Partinë Demokratike të Kosovës. Por mungesa e sekretarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Mos ma përmend emrin se- zotit Krasniqi, normal që ndi shumë mungesë e madhe, por jemi të mbindur që shumë shpejt i bashkohen Partisë Demokratike, Bashkimit Evropian dhe ju. Në asnjë mënyrë opozitës. Vallaj, s'kam qare pa afru pak, se pash po kam qef vetë ngu. Bas Jakub, Ërna. e dim që e ki vështirë, po në këto momente çka i kishte thon Hashim Thaqit? Këto momente Hashim i Thaqit i kom shathon të kam oj si haj mali, të kam pas si as njeri e malkaj qastin kur e bona këtë parti. Skoron si se kur do të vjeni pas meje. Me kondyja ja mor kë gisht i shkoni mas meje. Tash jem lëdh, tash jem plak, s'është mirë kupa me cokak. Tash jem lëdh, tash jem plak, s'është mirë kupa me cokak o fak. Hey, amor,